Pas përfundimit të sezonit të ngarkuar turistik të verës në vijën përgatare të Vlorës, nga rifilluar me intensitet të shtuar punimet për zbatimin e projektit Lungomare 3. Segmenti në ndërtim i njohur si Lungomare 3 shtrihet nga zona e tunelit në ujë të ftohtë deri në hyrje të Orikumit, duke krijuar kështu një lidhje të re funksionale dhe estetike përgjatë një prej zonave më të bukura të Rivierës shqiptare. Ky projekt synon jo vetëm të përmirësojë infrastrukturën ekzistuese, por edhe të rrisë aksesin publik drejt vijës bregdetare dhe të nxjisë zhvillimin e turizmit në mënyrë të qëndrueshëm dhe të organizuar. Pamjet dhe vëzhgimi që po ndiqni në terren sjell momente nga puna, e cila duket se po avancon ndjeshëm me segmente që tashmë kanë marrë formën drejt përfundimit të projektit. Lungomare 3 është konceptuar si një hapësirë multifunksionale e përshtatur për të gjitha kategoritë e përdoruesve: banorët vendas, turistët vendas apo të huaj, sportdashësit apo edhe familjarë të rinj e të moshuar. Në të gjithë gjatësinë e saj, shëndetoria do të përfshijë korsit dedikuar të biçikletave, duke nxitur kështu përdorimin e mjeteve teknologjike, shëndetore të gjerë për këmbësorët dhe krijimin e një ndriçimi modern, gjelbërim dekorativ dhe vende për pushim. Hapësira të rregullta për plazhe publike, të cilat në fakt do të kenë një akses më të lehtë dhe kushte më të përshtatshme për pushuesit, duke siguruar edhe një balans mes zhvillimit urban dhe mbrojtjes së natyrës bregdetare. Paralelisht me punimet ndërtimore, po kryen edhe ndërhyrje për lirimin e hapësirave të zëna nga objektet apo struktura që nuk përputhen me projektin e miratuar. Deri tani është ndërhyrë përshembjen e disa mureve rrethues, të cilat pengonin zbatimin e plot të këtij plani në këtë zonë bregdetare, si dhe aksesin publik, ndërsa operacioni i prishjes së ndërtimeve vijoi edhe këtë të shtunë. Projekti Lungomare 3 pritet të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm dhe synon të krijojë një shëndetore të aksesueshme në çdo kohë të vitit, e cila do të shërbejë si një arterje re turistike dhe një destinacion e rëndësishëm për pushuesit. Me përfundimin e projektit, kjo zonë do të marrë një pamje krejtësisht të re.